kjo mjafton. Jemi duke pre majdanozin, kemi ble një tuf të freskët, shqyqyr gjeta. Pitolkën e kemi pre, kam vendos këto, duke të bukur. Edhe në fund, kur ta servojmë, gulashin me piren, të vendosim ja kështu pak majdanoz, ku do t'jep në gjyrë. Atëherë shikues, sot të këqia anës, për të ftuarin time, çdo të ftuar, çdo të djerë të ftuarit që i kam të shianës, i kam super special. Edhe me loqën e shpirtit zemrës gatuaj për ata. Kështu që për arditën jam zgjusot me alarm në orën 8 dhe kom shku me blimish për mja gatu këtë gulash si për loqën e shpirtit zemrës tim. Atëherë, ju tregova, ja po ju tregoj tani prap. Ja si duket ky gulash se po du mja u shpjegu. Ja. Hajde hecim çake, hajde, ja. Ja, pra. Janë shkrije dhe qepët. Ky është gulashi. Si e kam gatuar këtë gulash? Ju tregoj tani. Gulashin që kam gatuar sot shikues, kam përdorur gjys kilogram mish tull, mish të viqit. Kam fërguar 3 qep të mëdhaja. Fillimisht kam marrë tenxherën, kam vendosur gjalp. Arditi ka thonë që e do në të lajnin shumë. është të zot zdi. Zdia kanë mi dollë që të pitolka, që të këto copa me pjatën e gulashit. Përveç të lynit kemi edhe vajnë më të mirë italian, ekstra të virgjër, 100%, më i miri në vend, monini. Pra, gjalp, pak vaj monini, 3 qep. Qepët në blender, nuk i kam preto, me thonë janë blu, janë grimcu në blender. Pastaj, kur janë zbut mirë, janë fërgu qepët, kam vendos mishin dhe 2 karota, të cilat i kam pre-imt. Krip piper të zi dhe spec të kuq, biber të kuq, por, pa tjetër, që kam shtuar edhe një lugë gjele nga pestoja e domatës, nga ponti më e mira. Dhe në temperaturë 8 minimale, sepse mund të azini gulashin në ekspres, po unë thash kam shku 8 ka dale e patë, si është trash langu, pa shtesat miellit, sepse dikush e bën qullin me miell dhe ujë, unë i iki. Unë kur s'kom dit me gatu shikus, e bëjsha atë variant ujin me miell që të trashej. Pra, kemi material të tillë të trash pa ashtu mielin, duke u zier dal nga dal krejt kjo, në qoftë se kemi kohë, në qoftë se s'kemi shkojmë me ekspresin. Atëherë, patatet, më duket janë zi, po, edhe patatet janë zi, është momenti ta ndalim shporetin dhe të gatuajmë piren. Do të shihni se sa kremoze e bën ana piren. Inhalim. Atëherë, patatet na janë zi, tashmëret kam bli patatet reja, sepse edhe zi janë më shpejt, janë më të shishme. Kam vendos një copë gjallë, vetë se qenë ka shkri. Tani do të vendosim pak kripdeti, ja kështu, kripdetit. Do të shkojmë me pak piper të zi, 1, 2, jo shumë. Do të marrim majdanozin e terur, ja, pak majdanoz, ja kështu. Dhe shumësht, do të vendosim pak shumësht, ja kështu. Ja. Dhe koha për mikser. Dikush e shtyp me atë lugën e veçantë që është për pire. Unë kam dëshirë me mikser sepse bëhet super kremoze, do ta shihni tani. Shikoj si që po e shihni s'ka mikser, sepse qenë ka prish, 2 herë kam përdor, qa me bo. Lloj produkti bëna shitet në Kosovë. Piren me këtë shtypsin, e kam shtyp patatet, si që po e shihni. Piren e kemi gati, përsëri është kremoze, përsëri është të shishme, por nuk është taman si shlag, sepse mikseri nuk puna punon, ndërsa tani është momente që arditet t'ja mbushim barkuna, ka mu knaq. Aj, s'besoj që ka angin e ere gulash ma të mirë se kë, pa modesti.
shikues, qërshia mbi tort. Ja pra. Hajde caki. Ja pra, për ju që sa po jeni zgju, kjo është gullashe. Këtu kemi 2 gjetha dafines, të cilat e kanë super aromatizu të gullash dhe do ta vendosim ja kështu. O zot, o zot. Ja. Që edhe pak këtu për cakin. Vav. Hajde edhe pak arditet, se thot se më pas ki qitë mish heq. Për fund, shikues, për fund, pak majdanoza, pak ngjyrë, ja kështu. Shikues, kjo është dreka për sot, gullash, super gullash. Gullashe themesh tradicionalisht joni, po origjinën e ka nga Hungaria, edhe gjithë Ballkani e dashuron dhe më gjërë, secili e ka mënyrën e vet, dikush me patate, dikush pa patate. Ne e gatuajmë kështu, pa patate, me karamele, me karota që janë karamelizuar dhe qepët. O zot, kam u kënaq ardite, Zilja. Fol për arditen, ardite mazdere. Po e hapim, shikues, derën e juve, ju bëft mirë nëse e gatuani për Ramazan, për iftar, këtë gullash kombinim me pire. Kur jemi të pjata e vogël, materiali ma mrena, dhe o për aty nësa tavolina, lidhje 9 bite, jo lutem. Dhe me thonë, kjo shia mrekullueshme që vetë që më të evrej që e ka, me nëzi po presë, dhe më në fundo ardit, kanë me të knu... Mere mishe. Kanë me të knu zort, darë së më ata bini lug? Jo, s'ka nevoj. Jo? Okej. Si në shpe. Gullash me pire mrekulli. Gëzuar dhe njerë, që tash jam mëse i lumtur.